Më 7 shkurt 2025, një 75 vjeçare Gjevrie G, dikur teknologe dhe më pas aksionere vogël në shoqërinë ish publike Provim Veshje nr. 2 Tiranë, ngjit nga dalë shkallët e prokurorisë Tiranë. Ajo ndiej e mashtruar nga aksionerja kryesore dhe administratorja e kompanisë Elisabeta Dosti. Gjevria deklaroi se Dosti kishte përfituar shumë të konsiderueshme nga qeravënia e ambienteve dhe kishte shitur prona të përbashkëta, pa ndarë asnjë fitim, me rreth 70 aksionerë të tjerë. Prokuroria nisi hetimet dhe arriti në konkluzionin paraprak se Elisabeta Dosti kishte ndërtuar një rrjet për transferimin e aseteve të kompanisë me shumë ortak tek një shoqëri private e krijuar prej saj dhe më tej e transformuar nga e bia Romina Dosti. Në fund të nëntorit 2025, gjykata caktoi masën arreshtëpie për Dostin në ndryshime për falsifikim dokumentash dhe pastrim parash. Ngjarja tregon një histori tipike me privatizimin e ish ndërmarrjeve shtetërore. Në vitin 1995, Ministria e Financave organizoi privatizimin e ndërmarrjes Provim Veshje nr. 2 Tiranë. 49% e aksioneve ju përndan punojësve, 51% mbajti shteti. Në vitin 2000 Dosti blen aksionet e shtetit dhe më pas blen dhe aksionet e ortakëve duke arritur në 94%. Kallëzuesja Gjevria dhe të tjerë deklaruan se nuk kanë përfituar asgjë, megjithatë ambientet janë dhënë me qira nga Dosti. Me vendimin e asamblesë 21/4/2013 u vendos voglimi i kapitalit dhe transferimi i pasurive tek shoqëria Ela Double Trouble. Më pas, IS SHPK në pronësi të Dostit. 2 aksionerë deklaruan se nuk janë pyetur dhe kanë vënë asnjë autorizim. Shoqëria dorëzoi në QKB një akt ekspertimi ku u sugjeruas voglimi i kapitalit dhe tjetërsimi pronave. Ekspertët deklaruan se raporti i dorëzuar ishte i ndryshëm nga ai që ishte hartuar. Prokuroria konstatoi se EIS kishte përfituar të ardhurat të konsiderueshme nga qirat dhe të paktën një kontratë shitje me vlerë 1 milion euro. Më 27 nëntor 2025, Dosti paraqiti mbrojtjen e saj në gjykatë, por gjykata vendosi të lërë në fuqi masën arrest në shtëpi.